as një model shumë i gjatë edhe as një model shumë katror. Me sa duket Samsung gjeti të mesin në art me Samsung Galaxy Z Fold 8. Shikoni pak të ekranin e jashtëm. Z Fold 8 është më i gjerë dhe formati 10-16 bën një ndryshim të jashtëzakonshëm. Kur e hap, ke një ekran 7.6 inch që mund ta mbash horizontalisht kur sheh video në YouTube ose vertikalisht për të lexuar komod në website. Kamera kryesore prej 15 megapiksel gjiron edhe në dual recording, ndërsa bateria 4800 mAh me karikim të shpejtë 45 W ju mban gjatë gjithë ditës. Ndërsa Z Fold 8 Ultra, edhe pse është super i hollë, sheh procesorin më të fuqishëm të Snapdragon dhe një kamera këtu pas prej 200 megapiksel. Ekrani i ri Flex Titanium që gjendet në të gjitha modelet e këtij viti bashkon një film dhe një plak titani për të mbajtur ekranin super të hollë, por ekstremisht shumë të fortë. Dhe më në fund kemi atë baterinë 5000 mAh që aq shumë e kërkoni me karikim 45 W. Kurse Z Flip 8 mbetet modeli më cool, për masat këtu janë të rikonceptuara për të ndjerë super natyral në dorë. Peshon vetëm 180 gram, ka kontur alumini për rezistencë maksimale dhe një kamerë 50 megapiksel. Në fakt, kjo është pajisja perfekte për video sepse mbahet super lehtë si kamera dore ose vendos në tavolinë si një tripod pas një aksesor shtesë. Ndërsa AI që ndodhet këtu brenda e çon eksperiencën e Foldit edhe Flipit në një tjetër nivel. Të treja modelet janë në treg nga data 7 gusht, por porositë në fakt nisin nga ky moment. Kështu që na tregoni me një koment se cilin prej këtyre të treve do të zgjidhni.